se Allahu subhanahu wa taala një morit për shpirtin i lanë tek vetvetja e tij. Mu për këtë, kur shkun shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe e pyetën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për shpirtin. Dhe tha: "Wa yas'alunaka 'anil ruh." Dhe të pyesin ty për shpirtin. "Qul ar-ruhu min amri rabbi." Thuaj, shpirti i takon, është çështje e msheft e Zotit tënd. Pra nuk i dha njerëzve shumë informata për këtë krijesë, shpirtin. Mirë po Allahu subhanahu wa taala, edhe pse nuk i dha informata njeriu për këtë krijesë, pra për shpirtin, obligimet dhe ndalesat që i bëri që i kontriboj dhe që i shërbej shpirtin. Kemi rastin ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i definoi këto dhe tha: ditët e teshrikut, ditët e bajramit janë ditë që njeriu ngren, njeriu pin, njeriu feston, njeriu viziton të ardhur dhe kështu me radhë. Janë ditë festash, mirë po këto gjëra të ndërruar vëllezër janë që ta kënaqim ne anën e jashtme, materien, me hangër, me pi, me dalë dhe kështu me radhë, e kënaqën vetëm anën fizike. Dhe nuk u mjaftu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me kaq dhe tha, këto përveç kësaj që njeriu ma arrit lumturinë e plotë, dhe se lumturia buron nga brenda dhe jo nga ajo që rrafon njeriu, thotë këto ditë duhet thotë edhe në përmend Allahu subhanahu wa taala. Këto ditë duhet me prejnë edhe kurban. Dhe ne jo rastisht prej 10 ditës së Arafatit fillon me tekbire pas çdo namazit. Dhe kjo nuk është e kufizuar të ndërruar vëllezër pas çdo namazit. Njeriu prej ditës së Arafatit nuk duhet munal me tekbire, me çu tekbire për Allahun subhanahu wa taala, sepse kjo është një simbol që madhërohet Allahu subhanahu wa taala. Pra, ayam at-tashrik, ayam akli wa shurb. Ditët e shrikut janë ditë të hapajës dhe pijes dhe ditë të përmendjes së Allahut subhanahu wa taala. Pra arsyeja e vetme është se njeriu pra duhet që me arrit lumturinë e plot është që të merret me anën shpirtërore dhe anën e jashtme. Po ashtu të nderuar vëllezër, objektiv tjetër që na sjell kjo festa e Kurban Bayramit, është se na jep të krijon në brendësinë tonë një bindje dhe një sakrificë për Allahun subhanahu wa taala. Ibrahimi alayhi salam, të nderuar vëllezër, edhe pse pejgamberi Allahu subhanahu wa taala, edhe pse miki Allahu subhanahu wa taala, wattakhadha Allahu Ibrahima khalila, Allahu subhanahu wa taala e mori Ibrahimin për mik. Mirë po, desht ta testoj dashurinë e Ibrahimit për Allahu subhanahu wa taala. Dhe dashuria të nderuar vëllezër provohet në atë që njeriu është i lidhur me të. Sepse nëse nuk je i lidhur me diçka, nëse e hupen atë gjë, nuk mërzitesh shumë. Mirë po, nëse je i lidhur me diçka, dhe këtu vjen ai testi që me shiku se sa jeti i sinqert në atë gjë, apo thjesht je duke shfaq diçka dhe je duke mshef diçka tjetër. Allahu subhanahu wa taala e sprovoi Ibrahimin alayhi salam me prej djalin e vet Ismailit. Besoj se çdo kush nga ne e din historikun e këtij tregimi, dhe unë nuk do të ndalem në detajet e këtij tregimi, sepse besoj se çdo herë apo në çdo bajram përmendet historiku i këtij tregimi. Mirë po, unë do të mundohem të nxjerr disa objektiva, pra, siç fillova në fillim të ligjëratës,
duke nxjerr objektivet dhe qëllimet nga adhurimet. Që pra të nderuar vëllezër, ta kuptojmë këtë fe, kur themi se jemi të privilegjuar, është nder për ne që jemi pjesëtar të kësaj feje, thjesht këtë nuk e themi nga gjuha, por këtë thjesht e ndjeni. Kjo gjanë duhet të më thanë një ndi në mesin tonë. Pra, sepse çdo gjë të nderuar vëllezër është në vendin e vet. Çdo gjë ka qëllim fisnik që Allahu subhanahu wa taala na ka urdhëruar. Çdo gjë që Allahu subhanahu wa taala na ka ndaluar në të mshifet qëllim. Pa marrë parasysh të nderuar vëllezër, ka mundësi që ne nuk arrijm shkak i mendjes tonë të cek, po thënë kushtimisht, shkak që dijes tonë të cek, ka mundësi nuk arrijm të nxjerrim të gjitha dobit dhe urtësitë që Allahu subhanahu wa taala i ka në adhurime dhe në ndalesa. Mirë po, asesi, kjo nuk është se këto nuk kanë qëllime dhe nuk kanë objektiva adhurime që Allahu subhanahu wa taala na urdhëron. Te rasti i Ibrahimit alayhis salam të nderuar vëllezër, nuk është thjesht që njeriu po pre një kafsh, një kurban, ose po jep 150 euro apo 200 euro pa kry këtë obligim. Elhamdulillah, çdo kush ndoshta ka mundësi të gjallë, mi bë, me dhanë, mi kry këtë obligim, edhe bën shumica njerëzve. Mirë po, gjatë prerjes së këtij kurbani të nderuar vëllezër, të jemi të vetëdijshëm se çka simbolizon kjo prerje. Gjatë prerjes themi bismillah në ndihmën e Allahut subhanahu wa taala. Pra nuk ka ndihmë tjetër përveç ndihmës së Allahut subhanahu wa taala. Themi Allahu akbar, e madhëron Allahun subhanahu wa taala. Pra madhërim dhe madhërimi Allahut subhanahu wa taala, kjo dëshmon njohshmërinë e Allahut subhanahu wa taala. Allahu është një. Kur themi bismillah, Allahu akbar, Allahu është më i madhi. Ka mundësi në jetët tona shkak i nevojave bëhet dikush i madh. Qoftë me nevojë, qoftë me natyrshmëri. Familja është e madhe për personin dhe duhet të jetë e madhe. Fëmijë duhet. Pasuria njerëz kontribuojnë dhe japin maksimumin që të arrijnë deri tek pasuria dhe kështu me radhë. Mirë po, momentin që ne themi Allahu Ekber, Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi se gjithë këto gjëra që njeriu pra orvatet që të arrijë, mundohet që të ruaj, mundohet që të kujdeset dhe kështu me radhë, Allahu është më i madhi. Dhe nëse ne japim maksimumin për këto gjëra, qoftë për pasuri, qoftë për familje, qoftë për fëmijë dhe qoftë me radhë, masi Allahu subhanahu wa taala që ka më i madhi, për Allahu subhanahu wa taala duhet me dhanë ende më shumë. Pra, kur e thon fjalën Allahu është më i madhi, pra të jemi të vetëdijshëm se çka jemi duke thënë. Nuk është thjesht vetëm një fjalë që thuhet. Mirë po, Allahu është më i madhi, dëshmon se atij i takon fuqia absolute. Dëshmon pra dhe e njohshmëron Allahu subhanahu wa taala ashtu siç i takon madhërisë së tij. Bismillah, Allahu Akbar, hadha min walak. Pra, kur e prem kurbanin themi, kjo është nga ti o Allah dhe për ty. Nga ti, sepse me lejen e Allahut subhanahu wa taala na mundsoi të posedojmë kurban, sepse pa lejen e tij njeriu nuk ka mundësi të bëj asnjë lëvizje. Nga ti dhe për ty. Ka shumë tjerë të nderuar vëllezër që ja dedikojnë dhe ja kushtojnë adhurimin tjera kujt përveç Allahut subhanahu wa taala. Është fakt se ka nga ato që edhe derdhin gjak për tjera kanë përveç Allahut subhanahu wa taala. Dhe kështu me radhë. Momentin që ne themi është nga ti dhe për ty, këtë adhurim
dhe çdo adhurim tjetër të nderuar vëllezër, ne nuk ja dedikojmë asku tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Pra, kjo është për ty o Allah, jo vetëm kurbani, jo vetëm derdhja e gjakut, por çdo lloj adhurimi që ne e bëm vetëm për ty. Qëllim dhe objektiv tjetër të nderuar vëllezër, siç thash, kurbani apo prerja kurbanit nuk është thjesht po a prej një kafshë për ushqim, por duhet mi kujtu pak mu mundu, sa kemi mundësi, mi përjetu ato ndjenja që i pat Ibrahimi a.s. me djalin e vet, Ismaili. Pra, mbas viteve të 10-ta, Ibrahimi a.s. Allahu e furnizoi me një fëmijë, ai është Ismaili. Deri në atë kohë, Ibrahimi, deri në vitet 80-ta, Ibrahimi nuk ishte fëmijë. Pas 80-tave, Allahu subhanahu wa taala e furnizoi me fëmijë. Si thash, testi bëhet, apo si thuhet njerëz, njihen në ditë të vështira. Dhe testet dhe provimet të nderuar vëllezër bëhen në gjëra të vlefshme dhe në gjëra që tek njeriu ka një peshë. Allahu subhanahu wa taala pra e mori Ibrahimin për mik. Dhe desht me sprovu këtë miqësi, Ibrahimi vallë a e ka zemrën e lidhur me dikën tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Dhe rrethana ishin që Ibrahimi ta lidh zemrën me Ismailin. Pse? Sepse Allah subhanahu wa taala tek njeriu e ka bërë të dashur familjen, pasurinë dhe kështu me radhë. Këto në gjendje normale. Vallë si është çështja pas viteve të 80-ta, kur njeriu furnizohet me fëmijë. Rrethanat na japin të kuptojmë se lidhja do të jetë një lidhje baba-fëmijë, një lidhje pashmangshme. Furnizohet pas 80 viteve me fëmijë. Atëherë Allahu subhanahu wa taala desht ta vu në sprov Ibrahimin a.s. Dhe i tha: Ja bunej, falamma balagha ma'ahu as-sa'i, kur Ismaili arriti pra një moshën e arriti moshën e pjekurisë, arriti falamma balagha ma'ahu as-sa'i, komentatorët thonë që kur arriti moshën që ta shoqëroi babain e vet, pra u bë shok me Ibrahimin a.s. Qale inni ara fil manami anni adbahuk, unë shoh në ëndër se unë jam duke të bërë ty kurban. Si ishte përgjigja e Ismailit? Nuk i tha vepro çfarë të duash. Nëse don me bën kurban, nëse don jo. Mirë po i tha if'al ma tu'mar. Vepro siç je urdhëruar, sepse ëndrat e pejgamberëve janë të vërteta, janë hak. Mu për këtë nuk pat shumë hapësirë Ismaili që t'i thonë vepro, çka ta marrmendja, ta qesim në diskutim, jam fëmijë vetëm, a ka mundësi na i lehtësim dhe kështu me radhë. Derisa kjo pa në ëndër, dhe ëndrat e pejgamberëve janë hak, janë shpallje dhe janë të vërteta, i tha if'al ma tu'mar. Vepro çfarë je urdhëruar, se tajiduni insha Allahu min as-sabirin, do të më gjesh mua nga durimtarët. Pra, ta tregon këtë tregim të nderuar vëllezër, për ne është diçka normale. Për disa arsye. Arsyeja parë se e kemi ndëgjuar shpesh. Thuaj që për çdo bajram apo si tregim e ndëgjojmë dhe është bërë diçka normale te na. Mirë po, nëse ndalemi pak dhe analizojmë me një sy tjetër, një bab urdhërohet ta bajë kurban fëmijën e vet. Kjo nuk është normale. Pra thash, edhe pse për ne është bërë diçka normale dhe zakon, siç thash sepse e kemi ndëgjuar shpesh. Mirë po, në realitet kjo gjë nuk është normale.
kjo gjë është shumë diçka e madhe. Atëhera Ismaili a.s. u tregu pra i nënshtruar pra dhe tregoj për ulje për Allahun subhanahu wa taala. Objektiv dhe qëllim që mund të nxjerrim nga këtë tregim të nderuar vëllezër është se Allahu subhanahu wa taala nuk kërkon nga ne që t'i presim fëmijët. Allahu subhanahu wa taala nuk kërkon nga ne që t'i presim familjen. Allahu subhanahu wa taala kur e krijoi njeriu e diti se çka ka mundësi njeriu me bë dhe deri aty e obligoi njeriu. Mirë po, ato gjëra të nderuar vëllezër që ka mundësi njeriu t'i bëjë, këto e ka obligim t'i veprojë. Pra, njeriu nuk kërkoj, pra Allahu subhanahu wa taala nuk kërkoj nga njeriu, nga ne, ashtë atë që e kërkoj nga Ibrahimi a.s. Mirë po, kërkoj nga ne disa gjëra shumë të ulta. Nëse kërkoj nga Ibrahimi që me thikën e vetë ta pres Ismailin, Allahu subhanahu wa taala kërkon nga ne që me thikën ta presim egon, urrejtjen, xhelozin, hasedin dhe kështu me radhë. A nuk kemi mundësi? Kemi mundësi të nderuar vëllezër. Jo vetëm për Allahun, por kjo është, jo vetëm se Allahu subhanahu wa taala na urdhëroi këto gjëra, mirë po kjo është edhe për të mirën tonë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, irda bima qasama Allahu lak takun aghna an-nas. Bëhu i kënaqur dhe i lumtur me atë që Allahu të ka caktuar, do t'jesh njeriu më i lumtur. Pra, do t'jesh njeriu më i lumtur. Nëse njeriu vazhdimisht e mundon ajo pse nuk kam une si filani, përveç kaq e xhelozon filanin, do t'jetë çdo herë i preokupuar që të arris në atë ku ka arrit filani, do të mundohet, do të rvatet dhe nuk do të marrë vetëm atë gjë që Allahu subhanahu wa taala ja ka shkruar. Pra, nga ne nuk po kërkohet atë që u kërku nga Ibrahimi a.s. Nga ne po kërkohet momentin që u tha Allahu Ekber dhe të bën kurban Ibrahimi Ismailin a.s. Ne themi Allahu Ekber kur thirret ezani. Ne themi Allahu Ekber kur thirret ikameti. Thjesht Allahu subhanahu wa taala tha hayya ala salah, hayya ala falah. Nga ne po kërkon shumë diçka të vogël, shumë diçka të thjeshtë. Hajde në namaz, ndaj 5 minuta, ndaj 10 minuta nga koha jote, hajde bjeri Allahu subhanahu wa taala se në sejdë. Hajde në shpëtim, hajde në namaz, hajde në shpëtim. Pra të nderuar vëllezër, thash, është bë diçka normale dhe e zakon kjo tregimi Ibrahimit dhe Ismailit, apo siç rasti i Xhibrilit kur vjen tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Shpesh ndëgjojmë erdhi Xhibrili tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, erdhi Xhibrili. Pra ne jemi mësuar të ndëgjojmë shpesh dhe është bë diçka normale. Mirë, po në realitet këto gjëra nuk janë normale. Këto janë jashtë normales. Pra, prej tregimit të Ibrahimit me Ismailin a.s. ne përfiton se njeriu duhet me hy në një adhurim që nuk ban pate. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte thinjur dhe i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam je thinjur. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha shayyabetni al-hudu wa akhawatuha. Më ka thinjur surja Hud dhe si motrat e saj. Pse të nderuar vëllezër? Sepse në surën Hud tregohet dhe flitet për popujt që ishin para nesh, për ato popuj që Allahu i dënoi si rezultat
që nuk u bindën urdhrave të Allahut subhanahu wa taala dhe çka e presin njeriu në ditën e Kiametit dhe kështu me radhë tregon pra një lloj kronologjie për njeriu në këtë botë dhe pas vdekjes këto gjëra edhe pse pra e kishte të garantuar xhenetin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej frikës që kishte u thënë. Po ashtu sepse edhe shkenca e ka vërtetuar se njeriu prej stresit dhe prej problemeve, prej preokupimeve thinje. Pra kur e ka diçka preokupim, e ka diçka frikë, ka diçka stres, thinje. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u thënë dhe nuk u thënë nga preokupimet dhe streset dhe problemet e kësaj bote, por u thënë nga sprovat dhe problemet e botës tjetër dhe tha shejebetni suratul Hud, mu me thini surja Hud dhe si motrat e sa. Dhe për fund, sepse po afrohet edhe koha e faljes së namazit të Bajramit, objektiv tjetër të nderuar vëllezër që mund ta nxjerrim nga tregimi i Ibrahimit me Jusufin alayhi salam është se njeriu duhet të jetë jo vetëm të jetë, por ta ndjenjë se është robi i Allahut subhanahu wa taala me dëshirë. Sepse Allahu subhanahu wa taala kur flet për qiellin dhe tokën, thotë a do të vini me dëshirë apo do të vini me imponim? Qalata atayna ta'in. Qielli toka do të vinë thotë me vetë dëshirë. Dhe çdo gjë në këtë planet dhe çdo gjë në këtë univers i nënshtrohet Allahut subhanahu wa taala. Çdo gjë e madhron Allahun subhanahu wa taala. Mirë po kur erdhi tek njeriu të nderuar vëllezër, njeriu e la të zgjedh. Për arsye sepse nuk ka kuptim që njeriu të shpërblehet dhe të dënohet në ato gjëra ku është i imponueshëm. Pra, nuk mundesh një njeri ta shpërblesh dhe ta dënosh dhe njëkohësisht ai është imponuar ta veprojë atë gjë. Njeriu mund të shpërblehet dhe të dënohet në ato gjëra ku ka zgjedhje. Pra, e ke mundësinë të zgjedhësh, pastaj e merr shpërblimin apo dënimin varësisht prej veprës që ke vepruar. Në disa gjëra të nderuar vëllezër, ne jemi robë të Allahut subhanahu wa taala me domosdoshmëri. As nuk pra siç është lindja, smundja, shërimi, vdekja dhe kështu me radhë, këto nuk ka njeriu zgjedhje. Mirë po, në disa gjëra të nderuar vëllezër, Allahu subhanahu wa taala e la njeriu të zgjedhë. Në këto gjëra ku e la njeriu të zgjedhë, Allahu subhanahu wa taala kërkoi nga ne që të jemi robë të Allahut subhanahu wa taala me dëshirë dhe me vullnet. Sepse pastaj si rezultat i nënshtrimit që e bën për Allahun subhanahu wa taala, do ta marrë shpërblimin apo pra e lutim Allahun subhanahu wa taala që na furnizoj pra si rezultat i veprave të mira me xhenet. I kemi edhe disa lajmërime nga Bashkia Islame, besoj këto lajmërime përsëriten për çdo vit që kanë të bëjnë me rregullat e kurbanit dhe kështu me radhë. Sa i kemi fillimisht sa i përket mishit të kurbanit, kemi lajmërim nga Komisioni i Bereqeti, pra, siç e dini, Komisioni i Bereqeti funksionon në kuadër të Bashkisë Islame dhe merret me aktivitete për nevojtarë të kështu me radhë. Është edhe këtë vit bën shpërndarjen e mishit të kurbanit për nevojtarët. Kush dëshiron të adhurojë një pjesë të mishit të kurbanit, le ta sjellë atë vetëm ditën e parë të Bajramit. Pra vetëm sot, nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 8 mbrëmje në marketin Solaris pranë qendrës tregtare Cumbu. Pra vetë sot sepse pastaj është
pra bëhet edhe shpërndarje. Në gjuhën bosnjake, obavijest oko kurbanskog mesa, Komisija Bereket i ove godine vrši raspodjelu kurbanskog mesa za potrebne. Ko želi da pokloni jedan dio kurbanskog mesa, neka ga donese samo prvog dana Bajrama od 8 do 8 u marketu Solaris pored të Tungu. Po ashtu edhe një njoftim në lidhje me lëkurat e kurbanit. Të nderuar vëllezër, pastërtia është pjesë e besimit dhe Islami i ka dhënë shumë rëndësi pastërtisë. Përveç i ka dhënë rëndësi pastërtisë, e kemi obligim që edhe mos i pengojmë të tjerët. Islami është ndërtu mbi disa rregulla kryesore, një prej tyre është që as ti nuk të lejohet ti bësh dikujt dëm dhe nëse është një dëm duke të ardhur, pra e ke obligim që ta mbrosh veten. Pra, momentin që ne i lëm lëkurat vend e pa vend, do t'i shkaktojmë dikujt dëm. Mu për këtë, pastërtia kërkohet që ti respekton këto rregulla, që lëkurat e kurbaneve mund t'i leni në rrugën e kryqëzores, ish agropogoni dhe përballë kipsit tek vendi i deponimit të materialeve inerte, me qëllim të ruajtjes së pastërtisë së qytetit dhe xhamiave. Ju lutemi, mos i leni lëkurat përpara xhamiave e as në oborrat e tyre, sepse të nderuar vëllezër, fi buyutin edhin Allahu an yurfa wa yuzkar fiha ismuhu. Kur flet Allahu për xhamiat, thot këto janë shtëpia të shenjta që janë caktuar që të ngritet emri i Allahut dhe të madhrohet emri i tij. Dhe nuk është lënë njeriu e ka xhamin më afër me ardh me lënë lëkurën e xhamit, me lënë lëkurën e qurbaneve, sepse xhamiat nuk janë bërë për që të lehen lëkurat e qurbaneve, po janë bërë që të madhrohet Allahu subhanahu wa taala. Në gjuhën bosnjake, obavijest oko kurbanskih kožica. Kurbanske kožice možete ostaviti na putu prema Solani, bivši agropogon, i preko puta Kips kod mjesta odlaganja tvrdih materijala, sa cijelim očuvanja čistoće grada i džamija. Molimo vas da ne ostavite kožice ispred džamije, niti u njihovim avlijama. Allahu shpërblet. Siç e dim që namazi i Bajramit falet 2 herë në vit, dhe ka mundësi dikush edhe e harron formën e faljes së namazit, do ta bëjmë një përkujtim të shpejtë. Hoxha jep tekbirin fillestar, pastaj i japim edhe 3 tekbire, e thon El-Fatihan dhe një sure, bim në ruku dhe në sejdë. Pastaj ngritemi në rekatin e dytë, hoxha lexon surën El-Fatiha dhe një sure, pastaj japim 3 tekbire, pastaj me tekbirin e 4 bim në ruku, ngritemi nga rukuja, bim në sejdë dhe japim selam. Pastaj me 3 tekbire e përcjellim hoxhën duke u ngritur në minber, me marrë hutben e Bajramit. Pastaj kur e përfundon hutben, me 3 tekbire e përcjellim ulet, e bëjmë El-Fatiha për përfund dhe përfundon kjo ceremoni. E lutim Allahun subhanahu wa taala me na pranu dhe gadal të bëhemi gati që ta falim namazin e Bajramit. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى
يسرا فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى نارا الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله سمع الله لمن حمده. الله 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله ولله الحمد الله
وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. Vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala falenderojmë dhe vetëm prej tij faljen ndihmë udhëzim kërkojmë. Salavatet selam qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në atë ditë kur thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Yawman la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allaha biqalbin salim." Atë ditë nuk të bandobi asgjë në kjo botë, vetëm ai që shkon tek Allahu subhanahu wa ta'ala me një zemër të pastër. Të nderuar vëllezër, sot jemi në një ditë madhështore ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Afdalul ayyami yawmun nahr." Dita më e mirë është dita kur theret kurban. Sepse të nderuar vëllezër, kjo ditë na kujton rastin e Ibrahimit alayhi salam me Ismailin. Kur e përshkruan Allahu Ibrahimin alayhi salam thot: "Wattakhadha Allahu Ibrahima khalila." Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala e mori Ibrahimin për mik. Dhe thot kur foli për Ibrahimin alayhi salam: "Inna Ibrahima kana umma qanitan lillah." Ibrahimi alayhi salam ishte një ummet, ishte një komunitet dhe ishte një bashkësi në vete i nështruar Allahu subhanahu wa ta'ala. Këtë miqësi të nderuar vëllezër që Ibrahimi alayhi salam e arriti tek Allahu subhanahu wa ta'ala dhe këtë pozitë thjesht nuk e arriti spontanisht, por ishte pozitë që e meritoi. E meritoi pasi kaloi disa sprova dhe sfida. Sprovën e parë të nderuar vëllezër që e kaloi babai jon Ibrahimi alayhi salam ishte kur i thiri popullin e vet që të adhurojnë Allahun subhanahu wa ta'ala dhe mos i bëjnë atij shok në adhurim. Një gjë e tillë nuk u mirëprit nga populli i vet dhe vendosën që ta hedhin dhe ta gjuajnë në zjarr. Mirë po, kur njeriu është i lidhur me Allahun subhanahu wa ta'ala, kur njeriu ka bindje të fortë në Allahun subhanahu wa ta'ala, kjo bindje dhe ky besim shpeshherë i ndryshon edhe ligjet e universit, shpeshherë i ndryshon edhe ligjet e fizikës. Kur e hudhën Ibrahimin alayhi salam në zjarr, Allahu subhanahu wa ta'ala urdhëroi: "Wa qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." I thonë: "O zjarr, bëhu i ftohtë dhe paqe për Ibrahimin alayhi salam." Dhe nuk mjaftoi me kaq, me një sprovë, erdhi një sprovë tjetër babait ton Ibrahimin alayhi salam. Kur Allahu subhanahu wa ta'ala u furnizoi me Ismailin, atëherë Allahu subhanahu wa ta'ala urdhëroi që t'i lanë me nënën e vet Haxherin në një tokë, në një shkretir, në një tokë të thatë dhe të niset pra t'i le të vetëm. Atëherë të nderuar vëllezër, Haxheri, gruaja e Ibrahimit alayhi salam, kur vendosi që Ibrahimi t'i le të vetëm foshnje me nënën e vet në një shkretir, ajo që ka prekupoi Haxherin nënën e besimtarëve ishte
thjesht a ishte ky mendim i Ibrahimit a.s. apo thjesht Allahu subhanahu wa taala ka urdhëruar dhe i tha: Ja Ibrahim, liman tatrukuna, o Ibrahim, si e duke na lënë në këtë vend? Mirë po Ibrahimi u nis dhe nuk e ktheu kokën mas që ndjenjat mos të dobësohet dhe ta lë urdhrin e Allahut subhanahu wa taala, mos t'i dhimbën. Atëherë u drejtu dytës herë dhe të tretës herë, kur i tha: Ja Ibrahim, liman tatrukuna, Allahu amaraka bi hadha, qala na'am. O Ibrahim, ku e duke na lënë? A Allahu të urdhëroi që të na lësh në këtë vend, në këtë shkretir? Qala na'am, idhen lan yudhi'una Allah. Atëherë në tha: në rregull, pra Allahu subhanahu wa taala nuk na humb. Pra të nderuar vëllezër, kjo është bindje dhe këtë besim duhet ta kesh çdo besimtar, se Allahu subhanahu wa taala nuk i humb robët e vet. Pas kësaj sprove, e pasoj sprovë edhe më e rëndë se kjo, dhe ajo është Allahu subhanahu wa taala urdhëroi që ta bëj kurban djalin e vet, dhe tha: falamma balagha ma'ahu sa'i qala ya bunay inni ara fil manami anni azbahuk. Kur arriti moshën e pjekurisë, Ibrahimi u drejtu djalit të vet Ismailit dhe i tha: o biri im, unë e shoh që ty me të bë kurban. Qala ya abati fal ma tu'mar satajiduni inshallah min as-sabirin. O baba im, vepro çfarë je urdhëruar. Kjo duhet me qenë moto i çdo besimtari, që njeriu pra duhet të veprojë çka është urdhëruar dhe duhet të ndalohet nga ajo çka është ndaluar. Satajiduni inshallah min as-sabirin. Do të më gjesh mua nga durimtarët. Të nderuar vëllezër, sot feston Islami i ka lidh festat me adhurim. Ashtu siç feston Bajramin e Fitrit pas një muaj agjërim, namaz, Kur'an dhe kështu me radhë, me shpresën se Allahu subhanahu wa taala na ka falë mëkatet, vjen Bajrami i Fitrit që të festojmë. Ashtu të nderuar vëllezër, pas qëndrimit në Arafat, për ata që Allahu subhanahu wa taala ja mundsoi, dhe lutem Allahu subhanahu wa taala që ata të kthehen të falur nga mëkatet. Pas qëndrimit në Arafat, vjen festa e Bajramit të Kurbanit, si lloj feste dhe lloj gëzimi, me shpresën se janë falë mëkatet. Pra të nderuar vëllezër, nëse kuptojmë diçka, na jep të kuptojmë se njeriu sa më shumë që afrohet me Allahun subhanahu wa taala, ashtu për atë njeri është festë dhe gëzim. Sa më shumë që njeriu largohet nga Allahu subhanahu wa taala, për atë njeri është mërzitje dhe dëshpërim. Pra, nëse na jep diçka të kuptojmë të nderuar vëllezër, na jep të kuptojmë se festat janë të lidhura në kusht me adhurim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i definoi ditët e Tashrikut tha: këto ditë janë ditë të ngrënies, pirjes dhe përmendjes së Allahut subhanahu wa taala. Nëse na jep diçka të kuptojmë, na jep të kuptojmë se muslimani edhe me festa, në gëzime dhe kështu me radhë, asnjëherë nuk largohet nga përmendja Allahu subhanahu wa taala. Është fakt gëzohemi, është fakt festojmë, mirë po asesi larg përmendjes dhe larg pra udhëzimit të Allahut subhanahu wa taala. Kur flet Allahu të nderuar vëllezër për kurbanin, thotë: "Len yanala Allahu luhumuha wala dima'uha, walakin yanalu at-taqwa minkum." Tek Allahu subhanahu wa taala nuk arrin as mishi dhe as gjaku, por arrin devocioni, devotshmëria dhe përkushtimi. Sa më shumë që ne jemi të devotshëm, të përkushtuar për Allahun subhanahu wa taala, aq më shumë jemi dhe aq më afër jemi Allahut subhanahu wa taala. Momentin që derdhëm gjak, ta kujtojmë rastin e Ibrahimit dhe Ismailit alayhi salam,
që ai u nështru urdhrave të Allahut subhanahu wa taala. Të nderuar vëllezër, historia nuk e përmend thikën që nuk e preu Ismailin a.s. por e përmend në shtrimin që e pat Ismaili ndaj urdhrave të Allahut subhanahu wa taala. E kemi pranuar Allahun subhanahu wa taala si Zot, Islamin si fe dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam si të dërguar, jo përse i kemi pranuar por jemi të kënaqur. El-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Sot ju përsosa ju e fen dhe ju zgjodha për fen Islamin. Jemi krenar që jemi pjesëtar të kësaj feje. Jemi krenar që jemi pjesëtar të kësaj feje të nderuar vëllezër. Sepse nuk ka një obligim që Allahu subhanahu wa taala na ka obliguar dhe nuk ka një ndalesë që Allahu subhanahu wa taala na ka ndaluar, përveç se kjo është në të mirën tonë, përveç se kjo i kontribon anës së jashtme dhe anës së brendshme. Të nderuar vëllezër, rasti i Ibrahimit alayhis salam me Ismailin na kujton se njeriu pra e ka obligim të sakrifikojë. E ka obligim të sakrifikojë, mirë po, me të gjithë jemi të bidur se sakrifica që kërkohet nga ne është në soaza të mundësisë. Pra Allahu subhanahu wa taala nuk kërkoi nga ne të pamundurën. Mirë po, të jemi të bidur se atë që kërkoi Allahu nga ne e kemi obligim. Është vërtet se i madhëron këto ditë me Allahu Ekber, Allahu është më i madhi duke prej kurban. Mirë po, Allahu Ekber në themi edhe kur thrasim ezanin, Allahu Ekber në themi edhe kur thrasim imametin të nderuar vëllezër. Kjo na jep të kuptojmë të nderuar vëllezër se obligime janë të lloj-llojshme dhe janë të lidhura njëra me tjetrën. Ashtu si themi Allahu Ekber, Allahu është më i madhi kur prem kurban. Kjo Allahu Ekber, Allahu është më i madhi, duhet ta themi edhe kur lidhemi në namaz dhe kështu me radhë. Pra të nderuar vëllezër, ky rast, si thash, është ba normale dhe e zakon rasti tregimi i Ibrahimit me Ismailin kur desh ta preu, nuk mund ta preu. Mirë po të nderuar vëllezër, ta kuptojmë një herë për gjithmonë se ky rast nuk është rast normal dhe i zakon. Ky rast duhet të ndalemi dhe ta përjetojmë. Ta përjetojmë dhe të themi vetvetes tona, vetveteve tona. Allahu nuk kërkoi nga ne që të presim fëmijët tanë, por thjesht kërkoi nga ne të kryejmë disa obligime, sepse jemi musliman. Allahu subhanahu wa taala kërkoi nga ne që të largohemi disa ndalesave, sepse jemi musliman. Pra ta lidhim sakrificën dhe të mendojmë dhe të jetojmë pak çastin e Ibrahimin alayhis salam kur urdhëroi që ta vujë ta vëthikën në fytyn e djalit të vet. Pse? Vetëm që të tregojmë në shtrim dhe përulje për Allahu subhanahu wa taala. Ne nga ne nuk kërkojmë që ta vëthikën tek fëmijët tanë, thjesht nga ne kërkojmë që ballin ta vujë në sejdë. Pra shprehin për ulje dhe në shtrim përmes sejdave dhe përmes obligimeve. Pra e lutim Allahu subhanahu wa taala me na bën nga ato që i përulemi Allahu subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Të nderuar vëllezër besimtar, sot është ditë falënderimi, ditë gëzimi dhe afërsia me Allahun dhe me njëri tjetrin. Ruajini këtë ndjenjë në zemrat tuaja dhe pas kësaj dite. Le të mos jetë Bajrami vetëm një çast i gëzimit kalentar, por një pikë these drejt përmirësimit tonë si individ dhe shoqëri. Mos harroni të vizitoni të afërmit, të pajtoheni me ato që jeni zënë, të përshafoni të varfrit, jetimët dhe nevojtarët. Kështu e jetuan Bajramin i dërguari sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij, me falje, me shije dhe përkushtim. Allahu ju begatoft ju dhe familjet tuaja, gëzuar Bajramin dhe për shumën wa kebirhu tekbira.
العالمين. الفاتحة. Prima,